Mos i injoroni, ja arsyet përsa ju ëjnten këmbët dhe duart. Njerëz të ndryshëm zgjohen në mëngjes ndryshe, disa prej tyre zgjohen të freskët dhe me energji, dhe disa të tjerë zgjohen të lodhur dhe me dhimbje në krah dhe në këmbë. Kjo dhimbje mund të jetë rezultati i arsyeve të shumta. Lodhja e tepërt. Duke ecur gjatë dhe vrapuar për një ditë, do të sforconi trupin dhe sigurisht nuk do të jetë më i njëjti. Obeziteti. Këmbët duhet të mbahen gjithmonë edhe në peshën e trupit. Kilet e tepërta janë një faktor rreziku jo i papërfillshëm i cili shkakton edhe fryrje. Çorapet e gabuara. Çorapet, gjetat, këpucët e ngushta ose takat e larta shtrëngojnë këmbët dhe shkaktojnë fryrje të tyre. Konsumi i tepërt i kripës. Një dietë e pasur me kripë është një faktor rreziku që intensifikon problemin e ruajtjes së ujit dhe grumbullimin e lëngjeve në trup duke përfshirë edhe këmbët. Pamjaftueshmëria e funksioneve kronike. Për shkak të mosfunksioneve të valvulave të zemrës, venat nuk e kthejnë gjakun dhe shkaktojnë gjithashtu edhe fryrje në trupin tuaj.